Jemi rikthyer dhe tani do të kem Ceki Hotin, drejt për së drejti nga Indonezia, ku do të na tregoj për rrëfimin e tij. Përshëndetje Ceki, faleminderit shumë që ndave kohë për të qenë pjesë në emisionin Prizma. Përshëndetje. Ku ndodhesh për momentin, që ta dinë edhe shikuesit? Po, unë jam qytetin Bao, qyteti është në Indonezi, ku edhe ajo që jeton këtu. Pra, historia jote në fakt është një histori mjaft interesante, sepse unë e përmenda edhe më herët në hyrjet e emisionit, ku thash që kemi mbase shumë të rinj të cilët marrin rrugën me biçikletë për të bërë kilometra, por rrëfimi yt është pak më i veçantë, sepse ti ke shkuar pikërisht në Indonezi për dashurinë, për të propozuar në fakt vajzën që ti dashuron, por që historia mbase nuk ka shkuar ashtu siç ke pritur. Megjithatë, do t'i flasim të gjitha këto, por më tregon një herë në fillim të pyes si erdhi kjo ideja për të marrë rrugën për të shkuar deri në Indonezi me biçikletë. Pse pikërisht me biçikletë, një rrugë kaq të gjatë, sepse ka 1 vjet e gjysmë në fakt që e bën pikërisht këtë udhtim. Po, unë kam pas qef me bë diçka pak më ndryshe. Në farë propozimi ma ekta, këmica e bojnë, ulën gojë, i propozojnë, po, kam qef me bë diçka të veçantë. Edhe pse me bicikl është shumë më mirë për shkak se më bën me kerre apo me aeroplan, është shumë e thjeshtë, nuk mund të bën aventurë të mirë. Unë jam kënaqur që kam përfunduar me sukses këtë mision, edhe me bicikletë më ka dalë bicikla shumë e fortë, po nuk ka dalë me sukses. Për fatkeq nuk dul me sukses ashtu që kam prit. Më trego pak sepse të gjithë njerëzit në fakt janë mahnitur nga ky vendim që ti ke marrë për të shkuar me biçikletë deri në Indonezi, sepse ke kaluar në rrugtime të vështira, ke pasur sfida për të cilat unë do të ndalem, do të flasim, sepse ke thënë që ke kaluar në vende ku ka pas edhe lufta, ke kaluar në Iran, pastaj në vende ku ka pasur stuhi, je përballur me banda kriminele, me kafshë të ndryshëm, por do t'i flasim pak më detaje këto, por më trego pak sepse të gjithë njerëzit janë shumë kurioz se si lindi kjo dashuria jote, si lindi në fakt edhe lidhja jote me vajzën indoneziane? Po, unë jam kanë më përpara, kam bërë qef shumë me bë koleksion pullave potare, edhe jam kanë penpall është që shkruajnë letra, shkove ndryshëm në përbot. Edhe jam kanë të koleksionu letra kur kam pa një aplikacion e quhet Bottled, për aty kam shku me njerëz, edhe kam njoftu këtë çikën. Ja kemi nisë me folë, mas 2-3 muaj pastaj, nuk e di bërë fakt. Na ka pëlqyer një tjetri, e kam pëlqyer si person, si zemrën e ka shumë mirë, edhe shpirtin tamam, jo si dikush që shfryzon për interesa personale. Edhe kemi kaluar në Instagram, edhe të mas të Instagramit kemi kaluar në WhatsApp, ku kemi folur edhe me kamerë çdo ditë. Pra, në fakt nuk ishe takuar më herët, apo the që ishe takuar më herët personalisht? Është hera parë që kam taku, ku kam marrë këtu në Bao, është hera parë dhe ma përpara nuk e kam taku asnjëherë në jetë. Si e priti ajo vendimin që ti në fakt e more rrugën prej Kosovë deri në Indonezi me biçikletë? Si e priti edhe kur shkove atje, takimin, fakt nëse mund na tregosh pak edhe për takimin tuaj të parë fizikisht, sepse sigurisht që keni folur gjatë gjithë kohës virtualisht, megjithatë si ka qenë ai takimi i parë kur jeni takuar në fillim, kur ti mbrive atje? Po, fillim kur kam treguar që do më bën kisten, u kon shumë stresuar për shkak se nuk besoj që ka pa dikush, edhe është shumë rrezik, shumë larg. 3 ditë e para më ka lutë shpesh herë, lutem mos e ban më e di që po ndonë shumë ose në rregull, po tash është bë shumë kur jam në Maqedoni kthell, edhe vazhdo me aeroplan që të marrë po unë kam vazhduar. Kur ka po që nuk po nona, atëherë më ka mbështet shumë. Edhe kur kam marrë këtu, kam shpresuar unë që kam qenë tamam qertu. Që se u kon sikun video, unë jam qenë shumë i kënaqur, po kur kam pa, ka dalë edhe më mirë se që kam prit. Hera parë që jemi taku, normal që kanë emocione ndryshme, nuk besoj njerëz që mund mi shpreh krejt për momentin, po mas disa ditëve kur më dali me taku prap, marshir njëri fol, edhe na ka pëlqyer. Unë i kam pëlqyer se çikës, kam thënë çfarë, a kam dalë ti që ti menu apo jo, ka thënë po, edhe unë e kam pranuar, edhe familja e spajt më ka pranuar, po që janë të tani tjera që nuk kemi kërat në kënd. Çfarë ndodhi? Më trego pak çfarë ndodhi, sepse the që sigurisht ajo propozimin për martesë e ka pranuar, edhe familja në fillim të ka pranuar, por
Pastaj ndodhi që familja nuk pranonte që ju të jeni bashkë, për shkak të traditave. Jo. Mediat e kuptoj që keni nevojë për klikime, por nuk e di kur të shpiki këto, kur ta i pare që nuk më kanë pranuar. Familja nëse unë pranoj, familja pranon më martu nesër. Amo nuk pranoj une ato tradite që i kanë, tradite një me ty në është me bo darsmat mëdha. Unë nuk përshtatet edhe nuk e lejoj ato me bo darsmat mëdha për shkak se nuk më përshtatet. Unë kam qef me bo vetëm familjarë, vetëm diçka një hajnë të mirë, jo me thirë komplet qytetin apo që kanë ato traditeta veta. Tjetra është që e meren shkojnë këto punë. Du të më martu se cili meren, antarët e tjerë martohen tani, kur të meren. E unë nuk më me pritë, unë i kam vetëm 10 ditë afat për vizë me ne këtu. Nuk më këthy prapë, te dina shumë ishte me pasaport Kosovës, nuk më me hi në Indonezi. E kam bon këto njëherë, o shumë do me bon prapë. Do me thënë, kanë qënë sepse po, mirë që e përcaktove në fakt edhe këtë, sepse në media shkruante se familja të ka pranuar në fillim, por më pas ato kanë qënë hezitante dhe nuk të kanë pranuar, por që në fakt ti e ke marrë vendimin që ti ndash rrugët, sepse e Peçë nuk ishit, le të themi, në rrugën e njëjtë, përsa i përket edhe kësaj pjesës që ata duan traditat të tjera, kurse edhe ti nuk ke shumë kohë edhe për të pritur. Po, une e kam pranu, ata më ka pranu pa tjere, edhe qika ka pranu. Është puna që nuk du me bo darsmat mëdha. Nuk më pëlqenë ato ahini gjëti mëdha që e bojnë edhe spendimet tepër të mëdha. Tjetra, kam pas që me shku në umre. Në umre ata kanë pranu. Po kam thonë, a ban po të në ebë një muj ose 2 që të njohëm si person. Unë e muj mja bo, mund me për të mundësi, por nuk më jipët për i shtetit vetë, nuk muj me ne këtu 2 muj. Nuk kam vizë. Po, sa ka qenë e vështirë edhe kjo pjesa, pastaj edhe për dalë tash edhe kjo pjesa e rrugtimit tënd, edhe pjesa që po thua, pjesa e vizës, por edhe rrugtimi në përgjithësi, sepse është dashur të kalosh në disa shtete që sigurisht me pasaportën e Kosovës ose edhe në përgjithësi me pasaportat tona në disa vende duhet edhe viza, duhet edhe mbas edhe vaksinime të ndryshme, nëse s'gaboj. Vaksinime po, në Tajland është pa tjetër dhe me morë vaksinime dikush ka lip edhe vaksinimet e Covidit, po unë nuk ka morë kur vaksinime e Covidit, as vaksinime tjerë në se cilë në shtetë, kam refuzu, nuk jam i vendimit që me morë vaksinat. Dikur kanë po që po këmgulla ka kanë thonë, okej, është e drejtë e jotja, mundit me hinë. Tjetra është që me pasaport Kosovës ku kam kalu, shumë i sa shtetet nuk e ka njohë Kosovën të shtetë, edhe është konë tepër problem. Po, në Indonezi edhe në Kinë ka pas tepër problemet mëdha për shkak të vizës. Pra, ke rrezikuar, në fakt je nisur, ke marrë një rrugtim që ke rrezikuar, e ke marrë rrezikun që mund të ndalojnë dikund ose mund të të kthejnë, megjithatë ja arrite që si përfundim të mbrish atje, sigurisht. Çfarë do të mbetet tash prej historisë, sepse më pas dua të dal tek sfidat të cilat i ke kaluar gjatë rrugës, të mos ndalemi shumë edhe tek pjesa sigurisht e dashurisë që nuk ishte ashtu siç pritej mbase, por çfarë është tash, çfarë si do të vazhdoj, çfarë do të bëhet me vajzën të cilën ti sigurisht ke shkuar që ta propozosh, edhe sa kohë do t'jesh atje, sepse pash diku që ke thënë që mbase edhe 3 ditë kohë, nëse ndrojmë mendje për gjitha këto gjërat, nëse bëhet mirë, mbase edhe funksionon. Unë jam për po, edhe familja e saj është për po edhe qika. Amo nuk kemi mund me gjithë prapë një mënyrë se qysh më përtof të 2 palë. Tashti, unë në mas nesër, dhe më thonë edhe 2 ditë, 2 ditë, 3 ditë, më barë vjen anija, në qësë të mundin me bëne zgjidhje, në qësë të kanë ata në ide më të mirë, okej, mundin me folë, po nuk besoj që ka në e farësyri. Qësë mund me gjithë edhe në përqen të dyve, atërë pse jo, mund me bëne farë zgjidhje, mund me këty vizën, nashti, nuk i di bashkak, po edhe unë shpresoj shumë që inshallah bën diçka ka në e farë zgjidhje. Shpresojmë edhe ne që këto 2-3 ditët e fundit që në fakt të kanë mbetur ty atje, për këto 3 ditë le të jetë ai fati ose të gjendet edhe një zgjidhje dhe pse jo ta marrish tash me veten ndoshta në Kosovë, do kishe marrë me veten nëse do ndodhte diçka, do ktheheshe bashkë me të apo si ishte plani nëse shkonte çdo gjë siç duhet? Po në fillim kam pas shef shumë me ardhmë me ton pas familjen me familjen tem. Po ku pishon media, ku pishon në të komente, ku përshëm edhe mesazh që kam vinë, janë shumë banale, shumë fjallë trona. Pa e po atë qikën që a thojnë, po le me bo me ardhë në Kosovë, me ta, nuk besoj që është
nuk besoj që muj me ardhë në Kosovë bashkë me Afrikën. Mendoj që duhet t'i lësh paragjykimet, lëri paragjykimet, le të thonë çfarë të donë njerëzit, sepse në fund të fundit dashuria është ajo që duhet të triumfojë, kështu që pse jo, nëse bëhet diçka, sill edhe në Kosovë, sepse njerëzit do të flasin 2-3 ditë dhe pastaj do të ndalen. Ti e ke bërë gjitha ato rrugtime, i ke kaluar gjitha ato sfida, gjitha ato rreziqe për të arritur atje, nuk ja vlen që në fund të merresh me njerëzit, kështu që pse jo, ne shpresojmë shumë që të bëhet diçka e tillë, të rregullohet dhe ta sjellësh edhe në Kosovë. Në qoftë se mund në indonezian, nëse mund me ardhë në Kosovë, mund me marrë vizën, nashti nuk jam i sigurt, po të me kthyer ato për punën vizët të Kosovës. Po prapë ju thoni mos i kthyrni njerëzit, ama kur vjen Kosovë duhet me dalë diku, duhet me pa, edhe kur të ecë rrugët ke njerëzit kthyrin ose të thojnë fjalë të trona, është pak rënd. Edhe pse thojnë diku mos i kthyer, po edhe unë jam njeri, është rënd. Sigurisht e kuptoj edhe shqetësimin tënd, patjetër, por familja jote si e ka prit këtë kur ke treguar që je në lidhje me një vajzë indoneziane dhe do të shkosh atje pikërisht me biçikletë për t'i propozuar, të ka mbështetur në këtë rrugtim? Për atë çikën pse është indoneziane kur pa probleme nuk kanë pas, se çdo kush është njeri, po për biçikletë me biçikletë deri në Indonezi edhe ata kanë hezituar pak, normal se është pengosën edhe ata. Po e kanë ditë që nuk thejnë mrap, që një mujt e parë, 2 mujt e parë nashti kanë hezituar, kur kanë bërë deri në Iran, atëherë më kanë mbështetur ata. Sigurisht, ato kanë qenë të shqetësuar si çdo prindër, duke qenë se ti ke kaluar në disa vende dhe kujdesen për shëndetin tënd, për sigurimin tënd, sigurisht sa i sigurt je edhe për të shkuar deri atje. Më trego pak kur u nise, ditët e para që u nise, cilat ishin emocionet në fakt që të kapën? A kishe emocione apo kishe edhe pak frikë se si do të shkoj krejt ky rrugtim? Nuk kam pas asnjëherë frikë, për vetëm frikën që kam pas më të madhe është në Kashmir, pjesën në Pakistan. Aty në me është shumë rrezik, po edhe besoj tash është tepër rrezik. Edhe pjesa tjetër u kanë në stuhi shtiu, në shkretin e Arabi Saudite. Aty janë kanë vetëm 2 momente që kam pas aman frikë me thonë. Pjesë tjera, pse e kam bërë që të rrugtim, ku jam një ditë e para nuk kam dalë nëpër Kosovës që me bën e farë rrugtimin ngjajshëm, po prapë kam pas vetëm edhe nuk mi ka interesu vetëm me vërtu përpara. Destinacionin, të arrish destinacionin, sigurisht. Kjo tregon shumë edhe guxim, sigurisht. Më trego pak rrugën, a e ke pasur, çdo gjë ka qenë e qartë prej në fillim, çdo gjë e planifikuar, apo ke improvizuar gjatë rrugtimit? 95% e kom improvizu për shkak se nuk më ka dalë që ashtu, njët nuk del që ashtu që shë planifikuar, edhe pse ti munohesh prapë. Unë kam pas që me shku e Iran, në UAE, edhe mas Dubai kam pas që me shku në Maldives, për Maldives në Indonezi, shumë shkurt. Po nuk më dule ashtu, atërë dosh me shku me kry Mekë, me kry umër, prej Mekës, me shku në Pakistan, Kinë, Vietnam, Laos, Tajland, Malezi, shumë shtete më kanë shtu që nuk i kam parashiku. Interesant, në fakt sepse edhe kjo e ka sigurisht atë bukurinë e vetë, besoj që ke njoftuar gjatë rrugës, ke njoftuar edhe shumë njerëz, ke parë edhe kultura të ndryshme, ke treguar që vin prej Kosovës, mbase ka pas njerëz të cilët nuk kanë dëgjuar më herët edhe për Kosovën, kështu që në një farë mënyre edhe flamurin apo emrin e Kosovës e ke vënduar në ato vende ku ke kaluar. Më the që ke qenë edhe në Mekë dhe pash në fakt disa fotografi dhe disa video, ka qenë edhe një plan i yti që pikërisht ta bësh edhe pjesën e Mekës? Jo plan në aspektin kur të nisesh në këtë rrugë, por a ka qenë në planet e tua që në jetën tënde ndonjëherë do ta bësh këtë rrugtim? Jo, asnjëherë, as që e kam planifikuar në herë me bankit sen, me kryu umën, po ku jam konë në Dubai, shumë shokë më thëshin pëse masi i aty shumë mokër, pëse nuk i kryu umën. Edhe tash në qëse jam këtu kaq afër, nashi nuk mu i për mësia kur një jetë më me ba. Që ta jam këtu, pëse mësë me përvu. Sigurisht. Pra, ka qenë edhe diçka që nga ky rrugtim ke marrë edhe gjëra të bukura, sigurisht. Më thuaj pak cilat kanë qenë vendet të cilat të kanë lënë më shumë përshtypje, në vendet të cilat ke kaluar, je ndalur, vendet që edhe njerëzit mbase ke menduar që njerëzit nuk do të jenë ashtu siç ke pritur, cilat vendet të kanë lënë më shumë përshtypje? Pakistan kanë çuditshëm shumë njerëz që thonë që janë të mirë, edhe në fakt janë të mirë, po janë do njerëz që një shumicë një pakicë vogël që i dëmtojnë shumë të shpejt. Edhe kur kam shku në Pakistan, janë kanë shumë scammers,
Ka pas shumë mashtrues, ka pas shumë edhe hajna që nuk kanë çudit, beso, shumica thonë janë Pakistan të mirë, janë të mirë, po çata pakica vogël tepër të këqij. Tashti në Arabi Saudite kur kam shkuar kam kry umër, nuk kam besu që më jepet ai dhurot kaq e mirë, kaq seriozisht nuk kam besu që e kry umër, po prapë ma kanë dhënë dhurot kisvën, që është mbulesa e çapës, po edhe parfimi i çapës. Kështu që në Arabi Saudite jam bon krenar që kam vizitu prej shtetet që më ka pëlqyer më shumë ti është Vietnami. Për këto shtetet që i kam kalu. Ke bërë me sa shoh edhe disa video teksa flasim ne jepin edhe disa video edhe për shikuesit që ti shohin, ka pas edhe raste ku ke bërë edhe maratona, domethënë në vendet ku je ndalur, ke bërë edhe aktivitete të ndryshme në vendet ku je ndalur. Po kam bërë shumë aktivitete ndryshme, pse mos më provu ku jam çaty. Me një shtet nuk e maj men emrin e ti qytetit, po e poshtë jam kontu në 2 ditë me pupa, edhe poshtë një aktivitet ka shonkë, atën që është maraton, atë pse jo mu bashku, jam kënaq, ka pas shumë aktivitete ndryshme, ka pas shumë organizim të mirë, edhe ka një kohë mirë aty që kam pritur. Sigurisht. Kemi parë edhe fotografi edhe me njerëz nga vende të ndryshme ku je takuar. E ke treguar historinë se pse je nisur ku po shkon dhe nëse po, si e kanë prit ato? Çfarë të kanë thënë njerëzit ta zëm nëse je ndalur në Arabi dhe ke treguar historinë që po shkon në Indonezi? Çfarë të kanë thënë ose si kanë reaguar kur ke treguar që je një djalë nga Kosova, nga një shtet i vogël që ke marrë rrugën në fakt për ta bërë gjithë këtë rrugtim? Po, shumica e njerëzve në Arabi Saudite nuk i kanë njohur Kosovën, kur i thash akuar, kjo është në Evropë, okay, shumë mirë, por na vjen mirë që na ke vizitu, jo vetëm në Arabi, ku kam shkuar edhe në Kinë, në Kinë shumica e kanë njohur Kosovën, po kam thonë po të pamoshme, shumë po na vjen mirë që ka viziton qytetin ton apo fshatin ton apo shtetin ton. Ku kam shkuar në pjesën tjetër në Vietnam, nuk besoj, nuk ma merr mend që një njeri e ka njohur Kosovën. Tajland po, Tajland ka pas shumë njerëz që kanë njohur Kosovën, po shumica e shteteve edhe shumica e njerëzve që po kanë po shtep e banë për një çik, janë një shumë krenar ata edhe kanë pas shef që edhe dikush me bën për çikën e tyre. Shumë interesant në fakt, besoj që tashmë media tek ne kanë filluar që këtë histori ta bëjnë sigurisht të madhe sepse meriton, është diçka shumë e bukur që është bërë, nuk është diçka e zakonshme që e shohim çdo ditë, kështu që besoj që shpejti edhe mediat ndërkombëtare do ta marrin këtë histori tënden edhe mbasi edhe shumë të rinj do ta marrin edhe sy frymëzim, edhe për të propozuar, por edhe për të bërë rrugtime dhe për të bërë aventura të tilla. Më trego pak, ka pas raste ku është dashur që të flesh në natyrë gjatë kur ke kaluar në vende të ndryshme gjatë rrugtimit tënd, mbase në shkret të tjerë ke thënë që ka qenë shumë e vështirë ose në vende të tjera kur është dashur që të ndalosh edhe në natyrë të flesh jashtë dikund, apo i ke pas të planifikuara? Jo planifikuar, unë i thash edhe më herët, vetëm 5% më ka dalë që kam planifikuar. Kështu që me thonë 90% e kohës kam flen jashtë, kam flen për male, kam flen në shkretina, kam flen edhe në vende ndryshme, kam flen edhe 2-3 vende në Turqi, kam flen edhe në pjesë të ndryshme të Vorrezave, që nuk është dorë, po aty u kanë pak më e sigurt sa jashtë. Në Istanbul, ka pas vende të rrezikshme që kam flen. Por shkretin në Arabi Saudite kanë më e vështira për shkak se nuk ka pas ushqime, nuk ka pas me 100 kilometra ku shkon për Mekë, po edhe kur kthehesh mbrap 500 kilometra nuk i kur gjon, as dyqane, po as edhe njerëz. Ato kanë shumë vështirë, po në shkretin normal që të flen jashtë, po dhe rreziqet e veta. Sigurisht, do ta mbash mend si eksperiencë, besoj për gjithë jetës të flesh jashtë në shkret të tjerë, por edhe në vende të tjera. Po si përballoje këto, sepse ka pasur me siguri që për një vjet e gjysmë ka pasur edhe shi, ka pasur edhe stuhi të ndryshme. Si përballoje këto? Sa ke qenë i përgatitur edhe në aspektin e le të themi tentave të ndryshme, nëse ke pas tendet me vete apo edhe për ushqimin? E përmende që ka qenë e vështirë në shkret të tjerë për të gjetur ushqim, po në vende të tjera e ke ditë pak a shumë se çfarë të duhet, çfarë s'të duhet për atë vend ku do të rish atë natë, ku e ke kaluar natën? Po, unë kur jam nis për fillimit nuk e kam pas shumicën e pajisjeve që më duan, e kam pas tendën po, por tjera gjona jo, nuk kam pas, secili shtet kërkon gjonat e veta, gjonat e ndryshme. Unë për pjesën e Azisë, pjesën e Vietnamit, e shtetet tjera, tu bje shumë shpi. Dhe me thonë, 3 muaj rresht pa ndërprej ka në herë që bje shpi,
edhe më ka dëmtuar shumë për shkak se nuk kam mujt me vazhdu shpesh. Nuk kam shpesh ordosh më nol, me prit derisa nalë shiu 1 orë prapë me vazhdu, prapë ja ka nis shumë sene, më thonë rreth 15% kom pas këtë pajisjeve që është dok mi pas. Polisat e tjere kanë komplet, unë e kam pas deri tash nuk e kam pas edhe kamerën për me bën inqizime. Se nuk e kam planifikuar me inqizdu, e kam bën vetëm për vete, po tani u bën modhe në media, tani njerëzit kërkojshin me bën video, pse jo. Pse jo, bile mendoj që ndoshta do kishte qenë mirë edhe krejt ato videot edhe ato që i ke ta kishe dokumentuar krejt këtë, dhe në fund të dilte një dokumentar i bukur pa marrë parasysh se si ka qenë përfundimi i gjithë propozimit apo dashurisë se si përfundoi, mjafton që të bëhet një lloj dokumentimi edhe i rrugtimit tënd, sepse po e thot që kanë qenë shumë interesant, ka pas sfida të shumta. Tek një status në fakt kur në momentin që ke arrit në Indonezi, ke shkruar një status që më në fund arrita këtu dhe ke thënë që kam kaluar në 3 lufta, kam kaluar në vende ku ka pas tuhi, banda kriminele, por gjithashtu edhe kafshë të egra. Si e ke përballuar edhe këto dhe më trego pak në atë pjesën në 3 lufta, çfarë do të thotë, ku je ndalur, në cilat vende ke kaluar që ka pasur edhe luftë. Nëse zgaboj ke kaluar në Iran gjatë kohës kur ishte edhe ajo pjesa me Izraelin nëse konflikti? Po pjesa ku kam hyrë nuk e kam di se nuk kam pas rrjet, aty nuk funksionon, në Iran nuk funksionon rrjeti yt, nuk funksionon eSIM, vetëm duhet me ble patjetër SIM card tynë edhe me funksionu interneti. Edhe nëse lidhet me Wi-Fi nuk të funksionon, domethënë është e bllokuar totalisht. Ku kam hyrë në Iran, janë thonë 2 orët e para që kam hyrë edhe nuk e kam ditë se çfarë do ndodh, e kam pa njerëzit në rrugë, në të dalë edhe të vërtit, e nuk e kam ditë se çfarë do ndodh. Kur e kam pa ma vën nesër e kam pa që janë luftë me Izraelin, edhe aty u kon shumë rrezik se këto me Izrael, në fakt me Iranin nuk janë shumë mirë, edhe nuk ka ambasada e Kosovës nuk ka në ID-un, nuk ka në Teheran. Atë konë pak rrezik se vet nuk kam pas në shok bashkë. Pjesa tjetër u konë në Pakistan me Indi, e aty u konë lufta më rrezikshme, për shkak se ka pas shumë bombardime të mëdha. Normal edhe aty ka pas ambasadë Kosovës, që të ndodh diçka, nuk kam pas deri te kush me shku. Po e kam kalu edhe ato, që çdo ditë kam kalu. Tjetra u konë Tajland me Kambodja. Aty nuk u konë shumë rrezik, po prapë lufta e ka të vetat, një herë ndodh që lëndosh ose ndodh në sene keqe edhe kash nuk bëjmë më shumë. Ka pas pjesa tjetër që Arzia është shumë interesante, ka shumë kafshë që nuk i kem na, ka pas tepër kafshë të mëdha që me krahasu me mastin në Evropë dhe në Kosovë janë 2-3 herë apo edhe 5 herë më të mëdha. Jam çudit sa gjarprin, sa kafshë të mëdha kam pas, tigra ka në Indonezi, ka në pjesa të Sumatra, ka tigra, ka edhe në pjesë Pakistanit, ka të Kinës, më çudit. Shumë interesant, ke parë shumë gjëra. Për sa i përket të kthehemi tek pjesa e luftës, sa ishte për ty e vështirë edhe mbas edhe nga ana emocionale, duke qenë se vin nga një vend që në fakt e ka përjetuar pikërisht edhe luftën. Sa ka qenë edhe ajo frika, mbas edhe ajo rikthimi, tash nuk e di me moshën sa ke qenë që ai ke qenë i prekur megjithatë. E kom përjetu pak a shumë edhe ato, nuk e moj shumë po e kom përjetu edhe njerëzit që nuk e kanë përjetu luftën, thojnë, po du me shku me mbojt dhe një tempo. Ata që e kanë përjetu e dinë se nuk ja dënë kërkosh kërkujt të keqen. Kur kom po që, sidomos Pakistan, kur kom po që kanë ato bombardime, kom pas brenget e mia, kom pas preset mëdha, për shkak se nuk e kom ditë se çfarë bën, janë mbyll këto aeroportet, nuk kam ku du me dalë në rrugë. Se në të bombardime vetëm një herë në vynë edhe motin nuk i gjallë. Që që në hotele kam ne edhe në konsulat Kosovës, po nuk e dhja e konsulat e Kosovës në qëse aty nuk është asë një kosovar atje. Janë krejt pakistanez, nuk e di që funksionon ajo, po edhe aty kam ne. Dhe më thënë, ka pas shumë rreziqet mëdha. Sigurisht. Por që besoj që do të mbahet mend si një aventurë mjaft e bukur, sigurisht. Më thuaj pak edhe shumë tash, duke qenë se jemi edhe nga fundi, më thuaj pak edhe për mirëmbajtjen e biçikletës. Si e ke mirëmbajtur edhe biçikletën gjatë kësaj periudhe, sepse mund të ketë pas raste ku është prish diçka ose si ja ke dalë me këto probleme? Bicikla unë e kam blerë në pazar, e kam blerë shumë lirë, 220 euro. Aja bicikla u kon nuk e di, më ka qenë shumë e mirë.
asnjëherë nuk është prish përveç gumave, që normal është e natyrshme ajo. Gumat brendshme janë prish shpesh, ekstrem shpesh, mbi 50 apo 60 herë ka ndodhur që i kam ndru komplet gumat. Po pjesa tjetër e biciklit nuk ka pas nevojë me mirëmbajt shumë, nuk ma merr mendja që kam qenë herë te servisi, por vetëm një herë në Pakistan, e kam qenë në servis, e vetëm një herë është ajo, tjetër herë nuk e kam bërë kurrë për vetëm VD14 që në gjirë në marë që do me qitë tjetër sa në kurrë. Sigurisht. Erdhëm sigurisht në fund në fakt të intervistës, unë të falenderoj shumë që i ndave gjithë këto informacione për të të pyetur edhe në fund. Tash çfarë është, le të themi çfarë është next? A do të vazhdosh tash sepse e more më këtë rrugtim, a do të vazhdosh tash të bësh edhe ture të tjera mbase me biçikleta, a do të jetë tash pjesë e pasionit tënd apo e rutinës tënde edhe kjo dhe më trego pak edhe sa ka ndryshuar mbase edhe pikpamja jote edhe për botën pas gjithë këtyre sfidave dhe gjithë këtij rrugtimi kaq po aq të vështirë, por në fakt në të njëjtën kohë edhe aq të bukur. Unë po them, kur jam në Kosovë, kam pa dhe kam hulumtu për shumë gjëra në botë. Po kur del jashtë vetë ishe, ju baj be që as 2-3% gjanëve që janë në botë, që ndodhin në botë nuk i dim. Edhe pse kemi internetin, edhe pse shtohim shumë gjana, është e pamujshme me ditë e me pasë çfarë ndodh në botë kur jenë me një vend nuk del, kur i shef vetë e i viziton vetë, janë tepër ndrysh të që ato që jemi mësu mi pa. Tjetër unë kam e bon, besoj, tash për momenti kam e shku në Çave, kam e kryu umrën, edhe nëse nashti nuk e di a vizitoj Kosovën, po nëse vizitoj, për një javë, prap kam e vazhdu rrugtimin, nuk kam e lënë me këto, kam e vazhdu besoj që ka Afrika, ose kam e vazhdu në kontinente tjera, nuk kam planifiku diçka, po e di që kam e vazhdu. Pra nuk do të kemi tashmë në Kosovë, do të jesh gjatë gjithë kohës në lëvizje. Tash kur planifikon të kthehesh në Kosovë, të njëjtën gjë do të bësh me biçikletë do të kthehesh apo? Jo. Tash për momentin kam e shku merë plan në Çabe me kry umër. Prej atyshit, nëse kthena në Kosovë, kthena vetëm për një vizitë një javë ose 10 ditë, prap kthena këtu në Indonezi apo në Malezi dhe vazhdoj rrugtimin ku e kam lënë gjysh. Pra do të vazhdosh, pa bërë ndonjë pauzë më të gjatë, do të vazhdosh më tej. Unë të dëshiroj... Kjo tjera janë, po. Të dëshiroj shumë suksese në fakt edhe në këtë rrugtim që ke nisur, besoj që do t'jemi në kontakt në base edhe për rrugtimet të tjera sigurisht për të treguar edhe më shumë detaje dhe shpresoj shumë në fakt që teksa je atje apo edhe kur të kthehesh mbase prej në Çabe, pse jo të ndodh ajo çprisje edhe për në aspektin e dashurisë në fakt me vajzën për vajzën të cilën ke shkuar deri atje, kështu që shpresoj çdo gjë që të dalë sa më bukur edhe për ty. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Prizma për të ndarë këtë rrugtimin tënd kaq interesant. Ju falenderoj edhe juve për ftesën. Falenderit edhe një herë, të uroj gjithë të mirat. Të dashur shikues, këtu e mbyllim këtë pjesë, ndërsa tani do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare. Menjëherë pas publicitetit do të ndjekim rrëfimin e dytë, atë të cilin e përmenda më herët, një rrëfim tjetër që ka shumë adrenalin, ku bëhet fjalë për Erdal Lusha, në fakt i cili është personi që do të lundroj drejt Atlantikut. Nga Struga do të niset drejt Atlantikut dhe do të qëndroj atje i vetëm në anije për pothuajse një muaj. Do të ndiqni pas pak rrëfimin e tij.